realisht njerëz po gjetë pajtohen me një pjesë e madhe e banorëve, përfshi edhe pjesa shumë e madhe e diasporës, që është fenomen veti, tash është çështje strukturore kjo puna e diasporës. Se nëse në ambasada, në Londër, në Gjermani, në konsulata, njerëz që votojnë në ambasada, 92-94% e votojnë një njeri, një parti, në përqindje më të madhe se Putini që merr në Rusi, ose që Ahmadinejadi ka marrë në Iran, domethënë, apo kupton çfarë përqindje, 94% me votu për një njeri, nuk është më shenjë demokracisë, është simptome diçka tjetër është. Çaj strukturë që nuk e di tash qysh ka qenë pak ndoshta gabimi i LDK-s dhe PDK-s se mas shpalljes së pavarësisë ka pas marrëveshje mes Fatmir Sejdiut, presidentit, edhe Hashim Thaqit, me mshël degët e partive në Perëndim. Për shkak se kemi ambasada, edhe e kanë lëshu komplet, domethënë, me diasporë nuk e marrë në mënyrë politike aktive, lobuese, me nxit qytetarët edhe votues për veti në Kosovë. Se ka një farë patriotizmi institucional që tash kemi ambasada. Pse shty dikën, pra, jashtë kësaj që ju kanë qasë? Se po besoj se, që më thonë, ke mënu PDK-ja në zedhët e non shkurtit, pa të në shku 100 herë në për diaspora, bënën të bime, në fund të morën një 3.000 vota. Pse diaspora mundet me pas një sentiment tjetër prej, për shkak se të ke fundit të taj një, si me thonë, është gjysma jonë atje, se mundet me pas një qësi sentimenti që ka antropologji sociale, po besoj që për një me asë një parti s'ka ba një hullumtim të mirë fillt, e cili do duhet ishte pikrisja e çfarë do fushatë tashën politike të opozitës, me këshyr çka janë probleme strukturore, se çështje strukturore në diasporë që votojnë 90% për njëri. Kam një shoqë që ka bërë eventet të Albin Kurtit në Zvicër. Ja shifsha rillat, edhe njerëz tu si pejgamberi, tu tranu mas ti. Pyeta, unë kisha shoqë ato, ka punu, është simpatizante vetëvendosjes, po s'na prish punë. Tha Petrit, tha, na nuk ja qesim rillat, ku jënë edhe ma brutal njerëz që bojnë, që dojnë me ja qkyk mishën, me ja puth këpucët, mu shtrinë për toke, e presim në mënyrën që për para politikantë në largu pikë, ky shkon qashton turp, ky ka qef me thirë baba. Ky po shifët që ka dëshirë të madhe mu konzidru baba. Që shkon ata turk, baba e turqve, themelusi i shtetit modern turk, ky po më duket peshe vetën qashtu si një babë i cili smiret me qeverisje, me asi, edhe një pjesë për shofrin bob, edhe kemi mërin tash do me thonë në nivel ku ndoshta po mënoj ka njerë e kanë rajt na vetën komplet për 99-2008 që na popull evropiane, pro-atlantike, amerikane, kështu, se na de facto në popull balkanik. S'muna më kona ndryshe për balkanasve tjerë, të cilët janë të obsesionu me leadership, me lider. Me pas një njeri i cili i merë përgjithësit mi veti të ketë njerëzve tjerë, kontrolin bob. Të këshyre këtë Balkanin, kush dhezin lidet autoritar, që kur ta fitoj njërë pushtetin se rëshojnë ma, edhe përdojnë çdo mjetë me metë në pushtet. Zoti Kurti i argjën 200-300 milion euro me bli vota. 300 milion euro i ka argju për 2 cikle zgjidhore me jap ka 100 euro këtë. Po që po dhez 300 milion euro është gjysa e kostos të termocentralit me ndërtu, që mos e bli rrymë. Se ka kufa probleme që argjëm 1.2 miliard euro që kanë bli rrymë, që tash kemi të bli rrymë. I posh donat e BÇK-s për deficitin tregtar, 10 vjetëve të fundit, për shembull 2016, deficiti tregtar 2.2 miliard. Po. Tash mujori është 600 milion. Tash është domethënë 6.3 dikon miliard euro. Deficiti tregtar që i bjen domethënë rreth 7 miliard euro. Sot dalin për Kosovës, ndërkohë 2016 kanë dalë 2 milion. Qytetarë i dinë se i jetojnë, për vetet i jetojnë, po janë të rëndësishme. Inflacioni në Kosovë ka qenë 7%. I dyti më i madh në Evropë. 7% është inflacioni shumë i madh, besoj që është edhe më shumë në shportin e ushqimit. Po, sa është mesatare totale, domethënë del shumë është 7%. Kështu këtë rajonin, më duket mas nalti, i dyti mas nalti mos e pas Malezi ose Shqipënia që ka 4.5, domethënë dy fish më pak se na. Ki donë tjetër deficitin tregtar. Tash ti njeri që kish dash me qeverisë me vend, dikush që ka proklamu duaj e tënden. Jo dini që vetvendosja shkoj kënë kufi me rëzu kamiona të importit Serbisë kur ka në opozit, së thoshin bleni produkte vendore. E kanë pasur logon duaj e tënde. Importues të kosovar, prodhues të kosovar e kanë financuar vetvendosjen se pëlqej ke vetvendosja që promojë ke produkte vendore. Tash qohën pa më shirshme, i sulmojnë
disa për kompanive më të mëdha eksportuese në Kosovë. Ndoshta edhe kanë Vita, çushti Vita është pak me çdo konferencë fakte kanë në kompaninë Devolli, Vita është ndoshta 75% vëllimit të punës që e kanë. As 15% profitit nuk është. Domethënë ata kanë birën e PS, kanë fusha solare, kanë 100.000 sene tjera që janë më profitabile, në qumsht njëri nuk fiton parë. Çat prodhues qumshtit bashkë me një 15 tjerë, po dojnë me e shkatërru, ju me ndihmu, ju me thonë ka dale se nëse të dikush po thojmë kushtimisht kanë gjithë vaj palme, nuk është e lejume, hajde po punojna bashkë, qysh me e ndihmu prodhimin e qumshtit, qysh me e standardizu, do me thonë, ciklin, qysh me jap ndihmë prodhuesve edhe... është e gënjeshtër myrë e si qysh është bo, se vaj palme s'kanë gjithë në qumshtin Vita. Ta si me thonë ka thonë kina gjithë fabrikë, po dhe po ki gjithë në pavlak, që është taj, si me thonë s'ki gjithë qiko. Nëse shkojnë 20 inspektor, me një kompani, me policinë speciale, edhe vetë inspektori të nga ka që ministri, ajo po dihet pse kanë shku te Vita. Kanë shku te Vita sepse konsiderojnë armik politik blenë Devollin. Qysh ka konstruu armik politik shkërqim Devollin dhe kënë të jam shel televizion të shtash për sane që janë ilegale. Të shtash. Në falidi, jo të shtash, Klan Kosovën, se në të shtash jemi. Petrit, shumë kush besën se ketë që kjo, qa po ndodhë, pavarësisht që s'ka një sukses. Qëre, duhen zemër, po vjen keq që po thëmë, po vetëvendosja ka qeverisë 8 vjetë në Prishtinë, edhe rezultati i qeverisjes, që ka qenë njeriu, si me thonë, maj afti që është konsideruar vetëvendosje për qeverisjen e Shpendameti, rezultati është ai që është. Pra, s'po du me fol tash për Shpendën, se Shpendi s'është më akter. Po, shumica njerëz thonë që ende, domethënë çaq çi i nikon ju, çaq i keq u kon Hashim Thaçi, Isa Mustafa, çaj pushtet, saqë ky mundet, si më thonë, me shkullë tash edhe 20 vjet tjera, e kanë tolerancën edhe për të keqen e tij, se janë kanë atje me sinqert. Çka keq u kon Hashim Thaçi? Jemi sinqert, Leo. Çaj pushtet që ka ngrit çit sentiment njerëzve që sot e kësaj dite për shembull me urrejt me kit qenë. Me komentesh në rrjetet sociale çfarë urrejti. Njëri në Burgo që 5 vjet, që 6 vjet, halo mirën me të. Më halo shkruaj për të ai në qeveri, ai kryeministri kanë herën e fundit 2014-ën. Po. Që 12 vjet ajo thotë që s'ka qenë kryeministër. Po. Kanë qenë 100.000 kryeministra të tjerë, ai s'ka qenë. Domethënë Albin Kurti bën që ka qenë më gat se sa ai. Jemi sinqert. Kur është liru Kosova 99-ën, ndoshta për shkak mënyrës qysh u bë protektorati, edhe na kanë shtyp partitë me punu bashkë. Qysh u dizajnu sistemi kushtetues dhe politik në bazë proporcionale që pa koalicione s'ke mujt me bë qeveri. Edhe të gjithë kanë bërë koalicione, edhe në shtendos atmosfera se mas secilës lufte ku do mbot, si në Francë mas luftës botërore, rreziku i madh është për luftë civile, mund qëru se sapet. Domethënë mas luftës botërore, kur kanë hequr Quislingu në Norvegji, ata që kanë bërë Norvegjes tradhtave me zveti, që shën vrarë me zveti, ose ku do, domethënë. Ajo